Trajtimin e raportit të shpenzimeve të kuvendit nuk kam pasur informacione për mungesën e tyre. Ne sot kishim planifikuar një mbledhje të kryesisë së kuvendit, ndonë se Kuvendi i Republikës së Kosovës është shpërndar, ne kemi obligim si kryesi e kuvendit që t'i adresojmë disa përgjegjësi që i kemi para vetës dhe në këtë rast edhe kemi pas trajtimin e raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për vitin 2025 dhe disa çështje tjera të cilat janë obligime të kuvendit në raport me mbështetjen e delegacioneve dhe të tjera si këto. Por, siç po e shihni, në këtë mbledhje të kryesisë isha vetëm unë dhe nënkryetarja e kuvendit zonja Emilia Recepi, që në anën tjetër nuk ishin anëtarë tjerë të kryesisë. Unë kam informacion që zoti Gola, si nënkryetari i kuvendit, është jashtë vendit zyrtarisht, pra në Asamblenë Parlamentare të NATO-s. Dhe për të tjerët, të paktën unë si kryetare e kuvendit nuk kam pasur informacione për mungesën e tyre, prandaj edhe si rezultat nuk kemi pasur mundësi që t'i trajtojmë çështjet e kryesisë së kuvendit. Ndoshta partitë politike janë të zënë ende me çështjen e listave zgjedhore, ndonse afati për të njëjtat ka qenë deri dje në orën 12, por megjithatë jemi në një situatë të tillë dhe do të përpiqemi që këtë mbledhje që patëm planifikuar ta përfundojmë sot, ta mbajmë një ditë tjetër.